Të imagjinojmë për një moment një alarm zjarri që bie papritur në mes të natës. Nga ato zhurmat e padurueshme, besoj. Fiks, një zhurmë nga ato shpueset që pushton çdo cep të dhomës dhe si të them kërkon vëmendjen tënde të menjëhershme. Dhe truri ynë reagon menjëherë aty. Sakt. Truri i njeriut është krijuar nga evolucioni që t'i përgjigjet atij tingulli me një shpërthim të menjëhershëm adrenaline. Domethënë zemra rreh më shperit, frymbarja bëhet e cekët, muskujt tensionohen. Është një reagim tërësisht fizik. Po, pra. Dhe për ata prindër që kanë provuar të mbajnë një foshnjë të porsalindur, e cila qan pa pushim në orën 3 të mëngjesit, ata e dinë shumë mirë se ky reagim është absolutisht identik. Është i njëjti alarm. E çara e tyre është fjalë për fjalë një alarm biologjik që u lëret, diçka nuk shkon, bëj diçka tani. Shko, pjesa më e vështirë këtu është se ndryshe nga alarmi i zjarrit ku ti thjesht mund të marrësh një karrige të hipësh dhe ti heqësh bateritë, për të gjetur pak qetësi? Po, nëse mendon se është alarm fals. Por një foshnjë nuk vjen me një buton fikje. Dhe kjo mungesë e plot kontrolli mbi situatën i bën njerëzit të ndihen totalisht të bllokuar. E kuptoj, është një ndjesi pa fuqie. Dërmuese madje. Kur përballesh me një tingull që shkakton gati dhimbje fizike dhe nuk ke asnjë mjet të shpejtë për ta ndalur atë, shto këtu edhe privimin kronik nga gjumi, papritur kemi një krizë të vërtet emocionale në shtëpi. Kështu që, me që tingulli atij alarmi dhe qara e bebes bëjnë eksaktësisht të njëjtën gjë në sistemin ton nervor, sot po thellohemi pikërisht te kjo temë. Një temë shumë e nevojshme. Jam plotësisht e bindur për këtë. Baza e kësaj analize të thelluar është udhëzuesi që quhet Soothe and Secure, A Guide to Infant Emotional Connection. Dhe ajo që më pëlqen është se në vend të ofroj thjesht disa këshilla nga ato të thata, e di, manualet tipike të prindërimit, ato që nuk funksionojnë pothuajse kur në 3 të mëngjesit. Fiks. Ky material synon diçka shumë radikale. Na mëson të mos përpiqemi ta shkulim atë alarm nga muri, por ta kuptojmë atë. Misioni i sot është të zbërthem mekanizmat konkret se si prindrit e rinj që normalisht janë shumë të stresuar, totalisht e ezauruar. Po, se si ata mund t'i mbjetojnë 6 muajve të parë, të kalojmë nga ai reagimi i panikut në një lidhje të sigurt emocionale. Në rregull, le ta zbërthem këtë. Çfarë të ra më shumë në sy gjatë leximit të këtyre burimeve? Jo që ishte vërtet magjepse për mua është vetë qasja ndaj natyrës së të qarës. Dokumentet sugjerojnë diçka që në pamje të parë duket e thjeshtë, por kërkon një ndryshim themelor të mentalitetit tonë. Çfarë lloji ndryshimi? Ideja që e qara nuk është një problem që prindi duhet ta zgjidh, ose një betejë që duhet fituar me çdo kusht. Qartë. Është fjalë për fjalë një mjet komunikimi, është e vetmja gjuhë që foshnja ka në dispozicion, dhe problemi fillon kur një i rritur përpiqet ta ndalojë atë thjesht për të rifituar qetësinë e vet, sepse aty humbet mesazhi thelbësor që fëmia po jep. Dgjoj, këtu kam një pikë pyetje. Dhe jam e sigurt që shumë njerëz e ndajnë me mua. Të dëgjoj. Në teori, kjo tingëllon shumë bukur. Është thjesht komunikim, thomi ne. Por, le të marrim një skenar super real. Nga jeta e përditshme. Po pra, një prind e vendos beben në krevat dhe ajo fillon të qaj me të madhe sekondën e parë. Prindi e merr, bebja pushon me një herë thuase s'ka ndodhur asgjë. Klasiki. E lësërish, bebja qanë prap. Në atë moment, stresi dhe lodhje ekstreme, mendja të rriturit thot, shiko, ky fëmijë po më manipulon. E di shumë mirë se çfarë po bën. Domethënë, a nuk është ky përkufizimi i pastër i manipulimit? Është jashtëzakonisht e lehtë të biesh në atë grack mendimi. Sidomos kur kruri i prindit është totalisht i mjegulluar nga mungesa e gjumit. Por dhe këtu është pjesa e bukur, neuroshkenca e hedh poshtë plotësisht këtë ide. Vërtet? Po, dhe ky është një nga aspektet më çliruese të këtij udhëzuesi. Shiko, që një qenie njerëzore të manipulojë dikë tjetër, duhet të ketë të zhvilluar ato që quhet korteksi prefrontal. Pjesa e logjikës në tru, besoj. Sakt. Është ajo pjesë që bën të mundur planifikimin afatgjatë, krijimin e strategjive ose aftësinë për të lexuar mendjen e tjetrit. Një foshnjë në 6 muajt e parë të jetës nuk e ka fare këtë hardware të ndërtuar ende. Wow. Pra, po thua që fizikisht nuk munden. Është biologjikisht e pamundur. Ata nuk kanë një agjendë të fshehtë apo një strategji për të mbajtur zgjuar ty gjithë natën. Do me thënë, fakti që pushojnë sa po i marrim në krah, nuk është, si të them, një fitore e vogël e planifikuar nga ana e tyre. As pak. Ajo çfarë po shohim ne aty është një instinkt i pastër mbijetese.
Se funksionon kjo? Kur janë të vetëm, sistemi i tyre nervor bie automatikisht në alarm, sepse në terma evolucionar një foshnjë e lënë vetëm në natyrë është gjithmonë në rrezik nga grabitqarët. E kuptoj. Kur ndjejnë kontaktin fizik të rriturit, rreziku zhduket dhe alarmi brendshëm fiket. Është një reagim i pastër, shkak pasojë, jo loj pushteti. Ata qajnë sepse kanë uri, sepse kanë siklet fizik, apo thjesht ndjehen thellësisht të pambrojtur. Kjo ka shumë kuptim. Duke e menduar kështu është pak a shumë si ajo drita e kuqe e vogël që ndizet papritur në kroskotin e makinës kur je duke i dhënë. Metaforë goditur, po. E di, kur ndizet drita e vajit ose e motorit, nuk është se unë mendoj, makina ka inat personal me mua dhe do të më prish ditën. Makina po dërgon thjesht një sinjal që një nevojë e saj bazike nuk po plotësohet. Pikarisht. Dhe makina nuk ka plan dashakeqës, apo jo? Në të njëjtën mënyrë funksionon dhe foshnja. Sakt. Dhe nëse e ndjekim pak më tutje këtë logjik të makinës, çfarë ndodh nëse ne thjesht inatosemi me dritën e kuqe dhe i vendosim një shiri të ngjitë sipër, që të mos e shohim më? Me shumë mundësi do djegi motorin. Fiks. E qara është thjesht sinjali, është paralajmërimi. Kur hiqet ajo barra e mendimit se fëmia ka një qëllim të keq, ti si prind fiton një liri të jashtëzakonshme. Nuk po lufton më me një foshnjë armiqësore, por po përpiqesh të zbulosh nevojën e saj. Ky ndryshim drastik i perspektivës padyshim që të liron nga ai presioni të tmerrshëm. Por pas ti e pranojmë këtë, përballemi me diçka tjetër që burimet e theksojnë shumë dhe këtu dua ndalem pak. Patjetër. Te cila pjesë? Udhëzuesi flet për atë që e quan efekti pasqyrë. Ata thonë që qetësia e prindit është hapi absolutisht i parë, sepse foshnjat pasqyrojnë emocionet rreth tyre. Por, a mund të jemi pak realist këtu? Jam gjithë vesh. Si mund t'i kërkosh një prindi të raskapitur që po dëgjon atë alarmin ulëritës në 3 të mëngjesit të jetë vërtet i qetë? Sinqerisht, ti ngëllon pak toksike si kërkesë. Të thuash thjesht qëndroj qetë kur je pa gjumë, është si fyerje. Është një kërkesë herkuliane. Dhe manualet serioze nuk përpiqen ta bëjnë të duket e lehtë. Nuk po të thot njëri të kesh një gjendje si, ti them, zeni artificial, ose të kesh një buzëqeshje plastike. Po çfarë kërkohet atëherë? Le të shqyrtojmë mekanikën e fshehtë. Sistemi nervor i një foshnje 9-6 muaj është thellësisht i papjekur. Ata nuk kanë kapacitet të vetë rregullojnë emocionet e tyre. Nuk mund t'i thon vetes që të sohu se s'ka gjë. Sakt. Kështu që ata mbështeten totalisht dhe biologjikisht tek sistemi nervor i personit që i mban në krah. Kjo quhet bashkërregullim. Foshnja fjalë për fjalë huazon trupin tënd, frymëmarrjen tënde dhe qetësinë tënde për të stabilizuar biologjinë e saj. Prit pak, çfarë ndodh nëse unë si e rritur po ziej nga stresi për brenda? Edhe nëse përpiqem të sillem but nga jashtë, a e kupton bebja këtë stuhi? Foshnjat janë detektor fenomenal të stresit, ata janë të pagabueshëm. Ata nuk kuptojnë fjalët që thua, por lexojnë tensionin milimetrik në muskujt e qafës tënde. Vërtet? Po, lexojnë mikroritmin e frymëmarrjes dhe rrahjet e zemrës. Dhe ka studime neurobiologjike që tregojnë se foshnjat mund të nuasin nivelin e kortizolit, hormonit të stresit. Të nuhasin hormonin, Që të çlirohet nga poret e lëkurës tënde kur je në panik. Pra, nëse ti je stresuar, bebja merr sinjalin kimik që ka një rrezik aty pranë, dhe rezultati qanë edhe më fort. Është një qark i mbyllur paniku. Kjo shpjegon atë fenomenin misterioz kur një bebe nuk qetësohet fare në krahët e prindit, por pushon si me magji apo e merr dikush tjetër. Gjyshja për shembull. Fiks një mik ose gjyshja që sapo vjen dhe është realisht e qetë. Kjo na sjell tek ajo ideja e fajit që theksohet te burimet tona. Ato thonë se ulja e fajit nuk është thjesht një këshill e ngrohtë, por një taktik mbijetese. Është jetike. Faji është një generator i frikshëm i kortizolit. Nëse ti në mes të natës mendon, po dështoj si prind, nuk e qetësoj dot ky mendim shkakton një kaskad stresi biologjik. Dhe trupi tensionohet. Zemra rresh shpejt, djersitje ftohtë, muskujt ngurtësohen. Për beben, ai gjoksi ngurtësuar është një sipërfaqe rrezikshme. Ndaj duhet ta thyesh këtë cikël faji menjëherë. Do me thënë, zbatohet pak a shumë ai rregulli i maskës së oksigjenit në aeroplan, para se të ndihmosh beben, duhet vendosësh maskën tënde. Eksaktësisht. Edhe pse instinkti thotë të vraposh te krevati, hapi parë emergjent është të ndalosh për 5 sekonda, të marrësh frym thellë, të ulësh shpatullat, të gjesh pak qetësi bazike.
Kjo pauzë, qoftë edhe 5 sekonda, për të zgjeruar mushkërit ose për të pirë një glëngje uji, është shpesh ndryshimi mes një mbrëmje të zgjidhur ose një makthi të gjatë. Pasi e bën këtë, mund të përdorësh trupin tënd si një mekanizëm transferimi. Dhe këtu hym tek terapia e kontaktit. Kjo pjesa e kontaktit fizik dhe mekanikës pasaj, ma hapi një dritare krejt të re. Ne të gjithë mendojmë se bebet duan të mbahen në krah vetëm për përkëdelje, por udhëzuesi flet për një inxhinjeri trupore fantastike, apo jo? Po lëm pas psikologjinë dhe po futemi thellë në neurologji këtu. Kur një foshnjë është në stres, sistemi nervor simpatik merr drejtimin. Ai I lufto ose mbaf, apo jo? Sakt, gjaku pompon shpejt në muskuj, për ta çaktivizuar këtë, duhet të ndezim sistemin parasimpatik, ato të pushimit. Dhe rëndësia këtu I bie një nervi specifik, nervit vagus. Nervi vagus, po. Ky nerv super I gjatë lidh trurin me zemrën, mushkëritë dhe abdomenin. Presioni fizik I qëndrueshëm, sikur e mban beben fort pas kraharorit, stimulon pikërisht këtë nerv. Dhe kur ky nerv stimulohet, ai dërgon sinjale në zemër për të shkelur frenat. I ul ritmet në nivele gjumi, pra. Kjo e bën shumë të vizualizueshme situatën. Përfituro beben të shtypur sigurt pas kraharorit masiv të rriturit. Është si një pacemaker. Një pacemaker natural fix. Do me thënë, zemra e të rriturit funksionon si një ritmë bërës biologjik, zemra e bebes rresi e çmendur nga stresi, por gjen murin e kraharorit tënd dhe ndjen ritmin tënd të ngadalt. Dhe magjia është që sinkronizohet automatikisht. Është një proces fiziologjik I mrekullueshëm, por pse funksionon kaq mirë? Për këtë duhet kthehemi pak prapa në kohë. Ku e ka kaluar jetën deri tani kjo foshnjë? Në barkun e nënës, kuptohet. Dhe mitra është një habitat hermetik. Atje ka një presion të vazhdueshëm fizik, temperaturë të lartë, errësirë dhe një zhurmë konstante nga rrymat e gjakut dhe rrahja e zemrës së nënës, dhe lëkundja ritmike kur nëna ecën. Dhe pastaj lindin. Dhe befas kaloi në një dhomë të madhe, të ftohtë, mbi një dyshek statik në qetësi shurdhuese. Është një shok I tmerrshëm shqisor. Kjo e shpjegon plotësisht pse burimet I japin kaq rëndësi lëvizjes. Prandaj ecim pa pushim me bebe në krah dhe lëkundemi. Nuk që nga thjesht zakon folklorik. As pak. Ne fjalë për fjalë, por rikrijojmë biometanikën e barkut të nënës për t'i thënë atij trurit primitiv që gjithçka është e mbrojtur. Rikrijimi I atij mjedisi është qelsi. Megjithatë, letimi I sinqert, të mbash pesh një bebe, të ecësh pa pushime të lëkundesh, të shteron fizikisht. Të mpien krahët, të dhem shpina në një far pike. Pikërisht. Por për fat mirë kemi një aset tjetër që nuk kërkon forcë muskulore. Krijimi I një fluske sigurie përmes zërit. Këtu pata një hezitim gjatë leximit. Jam e bindur që shumë prindër stepen kur u thuhet këndoj bebes. Unë për shembull e kam zërin e tmerrshëm, totalisht jashtë ritmi. Nuk ka asnjë problem. Është një ngushëllim I madh të mësosh nga udhëzuesi që bebet nuk janë në kritik muzikor. Nuk të duhet talent apo jo? Fatmirësisht jo. Veshët e tyre nuk po kërkojnë art. Ata po kërkojnë rezonancë, siguri dhe atë ritmin e thellë familjar që dëgjonin në lëngun amniotik. Këto frekuenca të thella janë sinjali I tyre I mbrojtjes. Qartë. Nuk duhet të kapësh notat e sakta. Mjaftojnë vibrime zanore të ulta, monotone, që arrin të shpojnë alarmin dhe të kapërcejnë frikën. Udhëzuesi madje thotë që ndonjëherë edhe një murmurim monotone, një zurmë si humming me gojën mbyllur nga qendra e gjoksit, ka efekt hipnotik. Si funksionon kjo forma kaq e reduktuar e tingullit? Pse është më e mirë se një ninull e vërtet? Është një parim biofizik që lidhet me përcjelljen e tingullit përmes kockave. Wow, përmes kockave? Po, kur ti këndon me zë të lartë, tingulli përdor ajrin për të shkuar te veshi I foshnjës, por kur bën një zhurmë të mbyllur dhe të thellë nga kraharori, frekuenca fizike kalon nga struktura jote kockore drejt për drejt mbi trupin e foshnjës që po mbështetet tek ti. I bën fjalë për fjalë masazh me tingull. Eksakt. Është një dridhje masive depërtuese. Dhe ajo çfarë ndodh në tru në atë moment është një komunikim I drejt për drejt me amigdalën e tyre. Amigdala, pjesa që shërben si detektor rreziku në tru. Ajo mendon. Asnjë gravitar në natyrë nuk ulet të bëjë këtë rezonancë kaq të gjatë. Pra, jemi të sigurt.
Më duket e mahnitshme. Dhe kur këtë mburoj zanore e kombinon me një dhomë të freskët dhe me dritë shumë të zbeft, ti ke krijuar një flusk energjetike mbrojtëse. Një mburoj zanore që mban jashtë gjithë kaosin e botës. Megjithatë, po t'i bashkojmë të gjitha këto pjesë të enigmës, sinqerisht ka diçka paksa mbytëse. Si kështu? Po ja, një person i vetëm duhet të marrë frymë thellë për të ulur stresin, pastaj të bëhet një pacemaker fizik për të aktivizuar nervin vagus, të ecë pa pushim rreth e qark për të rikrijuar barkun e nënës, dhe në të njëjtën kohë të punoj si një motor vibrimi me murmurima për amigdalën. Dhe gjithë kjo ndërkohë që vdes për pak gjumë, duket njerëzisht e pamundur të bësh gjithçka e vetme. Dhe ke shumë të drejtë të ndihesh ashtu, sepse njerëzit nuk janë të programuar gjenetikisht i bëjnë këto gjërat izoluar. Këtu vim të një nga pikat më jetike të burimeve tona, përdorimi i pandërprer i partnerëve. Ekipi i qetësimit. Pikërisht, ndodh shpesh që njëri prind, zakonisht nëna, beson se duhet të mbulojë të gjithë barrën e natës pandërprerje derisa të bjerë vdekur nga lodhja. Por partneri, apo cili do tjetër që ndihmon, nuk është thjesht një plan B. Këtu kthehemi te teoria e baterisë së qetësisë që një person ka brenda vetes, asaj që e quajtëm efekti pasqyrë. Nëse prindi i parë ka 2 orë që ecën lart e poshtë korridorit, sado e qetë duket fytyra e tij nga jashtë, bateria e thellë ka rënë në 0. Trupi po nxjerr fshehtas kortizol. Sakt. Dhe të insistosh ta mbash ti foshnjën në atë moment nuk është heroizëm. Është dëm, sepse bebja po thitha të stres. T'ja kalosh foshnjën partnerit si në një stafete është gjëja më e mirë që mund të bësh. Është hapi më mbrojtës, sepse personi tjetër nuk ka vetëm krah të çlodhur. Ai vjen me një sistem nervor të freskët, një zemër të qetë, bebja përfiton nga ky rregullim i ri. Dhe për më tepër, trupi i tij ka përmasa të ndryshme, një zë tjetër ndoshta më të thellë, që shërben si një rifillim total për senzorët e foshnjës. Plus që shpëton prindin e parë nga raskapitja ekstreme dhe jep partnerit të dytë mundësinë të krijojë një lidhje qelizore me sapo lindurin. Është një proces vërtet familjar, por duke folur për limite. Manuali bën një dallim shumë të qartë midis faktit kur tyt bie bateria nervore dhe se qetëson dot beben, dhe atij momentit kur situata kthehet në një sinjal patologjik. Kjo është kritike. Pa pushim, kur duhet të kërkojmë ndihmë mjekësore? Rregulli i burimeve këtu është transparent. Asnjë udhëzues psikologjik nuk zëvendëson mjekësinë. Nëse foshnja ka një të qartë drithruese që prindi e ndjen si të huaj, diçka që nuk ngjan as me uris, as me grindjen. Do me thonë një e qartë ndryshe nga zakonisht? Po, ose nëse çdo përpjekje refuzohet, sidomos nëse ka temperaturë, aty mbyllet çdo analizë tjetër. Nuk është koha për të rregulluar frymarrjen tënde zen, është koha për telefonuar pediatrin. Instinkti prindor është filtri i fundit dhe më i rëndësishëm i mbrojtjes. Ky është një konfirmim thellësisht qetësues. Pavarësisht sa libra e teknika mësojmë, instinkti mbetet mjeti ynë kryesor. E di çfarë kuptojmë nga gjithë kjo bisedë sot? Çfarë? Që qetësimi i një njeriu të llogël në 6 muajt e parë nuk qen ka thjesht një listë truket për të fituar sa orë gjumi më shumë. Është një seri mahnitse procesesh ndërnjerëzore. Nis nga heqja dorë nga ideja se fëmia po na manipulon, kalon të gjetja e qetësisë tënde, aktivizimi i nervit vagus përmes trupit, krijimi i fluskave zanore dhe në fund ndarja e detyrave me një partner kur na shterojnë forcat. Dhe thelbi më çlirues pas gjithë kësaj shkence komplekse është se nuk kemi pse të rembemi nga perfeksioni. Asnjë bebe nuk po skanon teknikën tënde për të dhënë një notë. Sakt, ata nuk kërkojnë perfeksion. Ata regjistrojnë qëllimin tënd dhe praninë tënde emocionale. Çdo orë raskapitse në atë dom, çdo murmurim e lodhur, është një tull më shumë në ndërtimin e inteligjencës emocionale të atij njeriu për gjithë jetën e tij. Është e jashtëzakonshme ta mendosh nga ky prizëm, i jep kaq shumë kuptime dhe momentit më të vështirë të lodhshëm natën. Por e di çfarë po mendoja teksa po bënim këtë analizë të thelluar për librin Soothe and Secure? Çfarë të erdhi në mendje? Më lindi një pyetje pak a shumë filozofike që del jashtë mureve të shtëpisë me një bebe. Ne diskutuam se si një transformim jetësor ndodh kur kuptojmë që e qara nuk është sulm personal, por një nevojë biologjike, një kërkesë e dëshpëruar për ndihmë nga dikush që s'ka mjete tjera.
po thjesht nevoja e pashprehur. Atëherë, a mendon se nëse ne aplikojmë vetëm pak nga ky durim radikal edhe tek të rriturit që na rrethojnë, a nuk do të ndryshonte gjithçka? E kam fjalën si ata kolegët që humbasin kontrollin në takime, apo dikush që dërgon një email armiqësor plot nerva. Wow. Kjo është vërtet e thellë. Nëse gërvishtim poshtë mbulesës mbrojtëse të egos dhe agresivitetit të tyre, mbase po therrasin të gjithë për pak bashkërregullim. Të gjithë kemi brenda vetes pak nga i truri foshnjës në panik. Kur e lidh kështu, kupton që askush prej nesh gjatë rritjes nuk e ka shkëputur plotësisht atë nevojë themelore njerëzore. Ne thjesht kemi mësuar ta maskojmë alarmin ton zanore pas rregullave të shoqërisë, por kërkojmë thellësisht të njëjtën siguri natyrore. Po pra, kështu që e mbyllim këtu. Përtej udhëzimeve mekanike të prindërimit, ky ishte një kujtim i rëndësishëm, pavarësisht nëse po mban një bebe në krah për t'i qetësuar nervin vagus, apo po përballesh me një të rritur nervoz në botën e jashtme, çdo gjë rregullohet kur buron nga qendra jote e qetësisë, diçka që vlen vërtet ta mbajmë me